إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Të gjitha falendrimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut të madhruar. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të madhruar që të na mbrojë nga sherrri i nefseve tona dhe sherrri i punëve të këqija. Këndë udhëzon Allahu nuk ka kush ta devijoj, dhe këndë devijon Allahu nuk ka kush ta udhëzoj. Dëshmoj se Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër, sot do të flasim për një vlerë tjetër prej vlerave kuranore që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërnjerëzore, që kanë të bëjnë me komunikimin, që kanë të bëjnë me respektin. Se siç e kemi potencuar edhe më herët, ne jemi qenje të gjalla me natyrë sociale. Pra njeriu është një qenje sociale, jeton me tjerët, nuk jeton vetë. Bile me jetu dikun vet në një vend ku s'ka asnjëherë, shumë vështirë është edhe me mbijetu, zor është. Pikpyetje kanë bërë eksperimente të ndryshme, domethënë sociologët, antropologët dhe psikologët, se sa mundet njeri me jetu vet. Pra jemi njerëz të tillë na ka kriju Allahu që jetojmë me tjerë, dhe me tjerë ne duhet të ndërtojmë raporte të mira. Dhe kjo është hutbja e 9 që po flasim për vlerat kuranore që na mësojnë se si të ndërtojmë raportet tona me njëri tjetrin. Kemi arritë vlera e 9. Vlera e 9 është dëgjimi, edukata e dëgjimit tjetrit, me ngu tjetrin. Pra dëgjimi dhe respektimi i tjetrit. Kultura e dëgjimit është shumë e theksuar në fenë tonë. Po pyetja është sa jemi të edukuar ne që ta dëgjojmë tjetrin. Njeri ka nevojë të madhe shumë me mësu për me ndëgju. Shumë njerëz thënë duhet më ushtru për me ditë me fol. Edhe vërtet është. Për me mbajt fjalime të kuptimta, të domethënë thukta në kuptim. Normal që kjo është një zanat, jo të gjithë dinë me fol për para njerëzve, në për mbledhime, në për evenimente të ndryshme, jo të gjithë. Dhe njerëzit fokusin e kanë ta jo, për që kush do dikush mu avancu në rrafshin personal, do me thonë, sa herë e ka si dert me ditë me fol. Mi po, pak mund është me ndënju njerëz të cilët thonë, qysh mu mësu me ndëgjube. Se edhe kjo është një arti i dëgjimit dhe respektimit tjetrit. Më thonë shumë punë e madhe. Bile, po të ishte kjo vlerë e edukatës islame, më thonë prezente tek musliman, shumë prej problemeve do të zgjidheshin. Shumë prej problemeve familjare, problemeve mes kujshive, probleme mes bashkëshortëve, probleme mes prindërve dhe fëmijëve të ta. Be thot s'ngon be s'ngon, ki fëmia nuk ngon hiç. Mirë, po t'ja ki ngu dënjëherë. A je ul dënjëherë me ndëgju fëmin tant? Se shumë është me rëndësi. Më thonë shumë është me rëndësi mi dhonë hapësirë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka fol dikush i ka dhënë të kuptoj, më thoni e ka bë të ndihet personi i cili ka fol, sikur që është shumë i rëndësishëm. Prandaj është kthy pejgamberi sa e kanë dëgjuar me vëmendje dhe nuk ja kanë ndërprer fjalën derisa ta përfundoj. I ka dhënë vlerë. Thon sahabët, unë kur kam fol me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kam di vetëm sikur që jam njeri më i rëndësishëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Para se gjithash është respekt. Po masana është edhe një rrugë për me arrit deri te zemrat. Për çata e keni dëgjuar njerëzit të s'kam me kajt një hall, se ndëgjon kërkush. Ndërsa ne në dinin ton, në fenë tonë edukatën e dëgjimit e kemi shumë, domethënë prezente në Kur'an, në ibadetet tona. Allahu subhanahu wa taala thot kur të lexohet Kur'ani dëgjojeni me vëmendje.
Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kur të lexohet Kurani dëgjoni dhe sheshtni që të mëshiroheni. Neve na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se një prej shkaqeve për me arrit sevapin e xumas është me ndëgju hatibin, e ka theksu pejgamberi. Thot kush pastrohet, edhe shkon herët në xhami, edhe nuk i dan di veta për me mri përpara atje, e kemi përmend, nuk sem për misafe, se që nuk është e lejuar. Vjen dikush me vonesë edhe për mi njerëz. Do të thoni ka përcen supët e njerëzve, dalet dikun ta zonë në vend që është i zbrazët. Thot nuk i ka përcen di veta. Thot pejgamberi, i afrohet imamit dhe dëgjon dhe nuk flet. Do të thon ati i falen gjunahet për çdo hap e merr sikurse me pas fal një vit na file dhe sikur me pas agjeru një vit na sevapi madhash, me po kushti është një prej kushteve me hesht. Kur ndëgjon ligjëratën fetare, thon sahabët kur e kemi ndëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, qëndronim ashtu sikur në kokat tona të kishim shpenzë. A keni pa dënjëherë ka ban vaki dënjëherë? Do të thonë unë kam pa raste edhe në Mekë kam pa një rast, një zok, një trumcak që është shumë i egër, shumë lëvizaj, shumë zorësh mu nal dikun. Ishte ndal njonit, ishte ndal këtu, do të thonë në supë. E ti nëse ban lëvizje të pa kontrolluara ka me qëndru zogat, jo. Thon sahabët kur e ndëgjonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sikur në kokat tona kishim ndonjë shpend, ndonjë zok. Ashtu kanë ne qetë dhe të koncentrum, sa është respekt. Është respekt. Pra është respekt kur e ndëgjon ligjëratën fetare, është respekt kur të flet kushdo kohë dikush prej njerëzve, është respekt me ndëgju dikujt hallin, është rrugë për me arrit deri te zemra e tij, po edhe me armikun. Shëni, ne kemi shembulltirën më të mirë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Është një rast. Jeta e pejgamberit është e mbushur me kësi raste, se çish i kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çdo njëri, por që ka shkuar në pazar, në treg ka shkuar pejgamberi sa. Është ndalë një grua kërkush hiçi të themi me mentalitetin ton. Edhe e ka ndalë pejgamberin sa ja ka çajt hallun dhe pejgamberi sa ka qëndruar me ata derisa i ka kry. S'ka thonë e ka thënë se unë s'kam vakt për kësaj punë. Respekt, i kanë dëgjuar të gjithë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vjen një grua njërë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është anku për burrin e saj diçka. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi ishte dera, ajo i folke u ankoi ke diçka, thëke unë se ndëgjojsha çka folke. Dhe Allahu subhanahu wa taala zbret ajetin se Allahu e ka ndëgjuar dhe e ka ndëgjuar dialogun që e ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ata. Respekt. Njëherë Kurejshët, Mekë, mushrikët, thanë, kanë mja qube Muhamedit me nal nga kjo fitne që është e bon aj. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur vjen me dinin e Allahut subhanahu wa taala te shoqëria mekase, ata e kanë konsideruar si një fitne dhe përçarje. Edhe kanë thonë, do t'ja çojna Walid ibn Utben, sa është më i mençmi ndër nesh. Do t'ja çojmë Velidin. Walid ibn Utbe e ka pas ky personi. Ka qenë i pjekur dhe i mençur, plak i pjekur dhe i mençur. Edhe ja çojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vjen prezant thot, i thot, o biri vllajt tim. Ai se ka pas, çashtu dhe me se e kanë konsideruar babën e tij, babën e pejgamberit shumë të afërt. Thot, me të vërtet me këtë thirrjen tënde na ke bë, na ke shkaktu kokçarje, ke bë përçarje mes nesh. Edhe ja nisaj me fol. I thot, shiko, nëse e ke për pasuri, kena me të bë më të pasurin ton, veç leje këtë fe. Nëse e ke për pushtet, kena me të bë mbretin ton, mbretin ton kena me të bë. Ose çka dush prej, edhe ja ma një fjalim bajgisit gjatë, ja ofron, do me thonë shumë opsione që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me lënë thirrjen islame dhe mu bë bashkë me Mekasit, me mshel këtë temë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, a e përfundove në fund? A me e kanë dëgjuar me vëmendje? Thot, a e përfundove? Nuk e ka. Sa i ka thonë, çka? Si kanë ndërhime, thonë, po kush e ka be për pushtet, kush e ka për pasuri, kush e ka për martesë, kush e ka për të mira dunja? Jo. E kanë dëgjuar, i kanë nxjerrë, do me thonë, ka thonë, na ke përça, na ke bë kështu, na ke. Po sa më ndëgjon. Pra kultura e dëgjimit edhe hasmin.
Edhe hasmin ai që ka edukat, e ndëgjon. Shikoni këto debatet televizive të net që van. Kur kush kërkan se ngjan. Rall mundesh me gjetë një njerëz të mençur i cili qëllimi është më çysh me, domethënë fitua tjetrin. S'ka bereqet në atë komunikim. Në atë komunikim që zakonisht njerëzit e përdorin, kush ka me fitu tjetrin, s'ka bereqet aty. Kur kush nuk dëgjon se çka i të thon. A muslimani është i mençur. Ka dalë, ai ta shohun e pikpamjen e armikut. Armiku ka një vërejtje ndërmjet, ta shohun. Po çdo me thonë ja pranu. Po ti duhesh me pas edukatën e dëgjimit. Edhe i thot pejgamberi a e përfundove? Thot po. Thot Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minarrahmanirrahim. Kitabun fussilet ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumin ya'lamun. Thot Hamim. Ky libër është i zbritur nga i gjithë mëshirshmi, mëshirploti. Një libër i cili është shkoqitur dhe është spjeguar ajetet e tij. Është Kur'an në gjuhën arabe për një popull që kupton. Pastaj më poshtë janë, ja lexon disa ajete dhe thot Kul innama ana basharun mithlukum. Allahu thuaj. Allahu i thot pejgamberit sa, kjo është ajet kuranor. Thuaj, un jam njerëz sikur se ju. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Mua më shpallet se Zoti juaj është një. Nuk është 365 sa i keni ju. Është një Zot. Fastaqimu ilayhi wastaghfiru. Drejtohuni në këtë udhë dhe kërkoni falje Zotit. Wa wailul lil mushrikin. Dhe mjerë për mushrikët. Alladhina la yu'tuna az-zakat. Ata që nuk e japin zakatin. Disa dietar kanë thonë se çtu zakati është në Mekë, kjo zakati është bë obligim në Medinë. Ata që nuk e japin zakatin, se fjala zakat do të thonë pastrim. Ata që nuk e pastrojnë besimin, disa dietar thënë e ka për qëllim. Alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dhe ata të cilët e mohojnë ahiretin. Mbetet i mahnitet njeri, se njeri edukum është, njeri mençur, ki e ditë çka të bë, ki e ditë çka flet. Më thonë e blokon Walid ibn Utben, i cili është llogaritur si një ndër njerëzit më të mençur, domethënë të arabëve. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas konsiderat edhe me armikun e kalon të fole. Një rast tjetër është shumë interesant. Sahabët e njënin i cili thotë kështu unë i pranoj krejt. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a moralitetin nuk e lën. Edhe dikush prej sahabeve do mu çu me ja hekni një dajak. Shejto folve të në xhami, s'do me lën zinan. Edhe pejgamberi thotë leni, ec këtu. Çka është problemi i thotë pejgamberi. Shiko, me gjunaçarin, ai ka pas dyshime, domethënë në kuptimin e fesë. Ka thonë, ja Rasulullah, unë nuk kam fuqi për me braktisa moralitetin. Edhe pejgamberi sa më ndëgjon çka thot, ku është, ku i dhem, çfarë problemi ka ki? Edhe ja nis pejgamberi dialogun me ta. Po mirë be thot, ti a kishe pas qef që dikushi me bamërit me nanën tante? Ja thot, Allah, kush kish pas qef? Po me motrën tante. Po me ata dhe ja njeh pejgamberi. Thot ja, pa dhe ato njerëzit tjerë nuk e dëshirojnë një gjë të tillë për familjet e tjera. Nuk e dëshirojnë një gjë të tillë për familjet e tjera. Dhe e bind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se thash, kjo edukat është përveç që është respekt, është një rrugë për me mritë zemra e tjetrit. Është një rrugë për me mritë zemra e tjetrit. Prandaj të nderuar vëllezër, kemi nevojë shumë me njëri tjetrin të bisedojmë, pikë pari. Jo të keq kuptojmë dhe të paragjykojmë dhe të mbushemi me sjelljet dhe lëvizjet të cilët i ban dikush. E ke pa dikush? Në me thonë brenda familjes e jashtë familjes e me shoqëni veç mbushet, nuk biseda, fal. Po kur të folesh, ti jesh i gatshëm edhe me dëgju tjetrin. Ti jesh i gatshëm edhe tjetrin me dëgju. Kjo është kultura jonë. Thot Allahu subhanahu wa taala, shikoni, se unë e bona këtë shpjegim deri tash, po mirë mundet me thonë dikush, po a ka ndonjë ajet që thot Allahu subhanahu wa taala thot fabashshir ibadi. Robërve të mi jep ju një lajm të gëzueshëm. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Përgëzoj robërit e mi,
ata të cilët ndëgjojnë fjalët dhe ndjekin më të mirën e asaj që e ndëgjon. Ulaika alladhina hadahumullah. Këta janë ata të cilët Allahu i ka udhëzuar. Wa ulaika hum ulul albab. Dhe këta janë të mençurit. I udhëzum, i edukum, është ai i cili di me ndëgju, di me respektu, nuk e ndërpret fjalë, sidomos nëse je në ndonjë vend ku ka njerëz më të dijshëm. Prandaj Hasan el Basriu i ka thonë njërit prej nxënësve të tij, nëse ulesh dhe qëndron me dietar, ma shumë ndëgjo dhe ma pak fol. Kjo është një edukat e rrënjosur në fenë dhe kulturën tonë. Po puna është që ne duhet të edukohemi sipas këtyre fjalëve. Dhe me të vërtetë do ta vëreni se shumë prej problemeve familjare, shoqërore zgjidhen kur ne të mësohemi të ndëgjojmë njëri tjetrin ashtu siç na mëson Kur'ani dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na frymëzoj që të respektojmë këto rregulla dhe këto vlera edukative. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.